Nga perëndimi do të shkojmë në lindje të Kosovës, në Gjilan, ku gjatë gjithë ditës do diskutuar në këtë komunë, teksa edhe në ditët e kaluara po ashtu ka pasur një debat në nivelin lokal për disa projekte që sipas opozitës nuk janë duke u përfunduar ose janë projektuar në mënyrë të gabuar. Për të të flasë në studio me Gëntrit Murselin, asamblist nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës në këtë komunë. Dhe Murseli, mirë se jeni këtu. Mirëmbrëma Shkodran, faleminderit për ftesën. Gjithë ditën, gjithandej, sa herë kam hyrë në Facebook, dikush ka komentuar për Gjilanin ditën e sotme. Çfarë po ndodh aty? Çfarë për çfarë projekti bëhet fjalë që e ka marrë mendjen kastma të qytetarëve? Po, Shkodran, faleminderit për mundësinë. Në Gjilan ka filluar një projekt, që është projekt në vlerë 18 milion euro, dhe duhet ta themi publikisht që askush në Gjilan, as nga subjektet politike opozitare, as nuk ka individ në komunën e Gjilanit i cili është kundër zhvillimit të një projekti që ka vlerën kaq të madhe, dhe njëkohësisht kur i dim rrethonat që komuna e Gjilanit nuk ka investime të mëdha kapitale në 6 vitet e fundit, secili projekt është i mirë se ardhur, e aq më shumë një projekt i cili e ndryshon pamjen në qendër të qytetit. Pra, të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, me qenë se kjo çështje është bërë tani më temë nacionale, duhet ta kenë të qartë që askush në Gjilan nuk është kundër zhvillimit të projektit, përkundrazi e mbështesim secilin projekt, veçanërisht projektin e bulevardit. Ku është dilema? Ku është shqetësimi? Ne si përfaqësues të qytetarëve, edhe grupi i këshilltarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po edhe përfaqësues të subjekteve të tjera, ne kemi kompetencë ligjore që ta përcjellim edhe përgjithësi mënyrën se çysh shpenzohen mjetet financiare të komunës edhe mënyrën se çysh zhvillohen projektet atje. Ne kemi kërkuar transparencë, me qenë se është një prej projekteve më të rëndësishme atje. Qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta kenë të qartë që në Gjilan ka filluar projekti i bulevardit pa asnjë konsultim publik, pa asnjë dëgjim publik me qytetarët, dhe nga java e kaluar, kur ka filluar edhe degradimi i parkut të qytetit, apo shkatërrimi i tij, edhe bizneset të cilat funksionojnë në qendër të qytetit, mirë po edhe qytetarët pa dallim, nuk e kanë as më të voglën informatë se çka po ndodh aty. Pra, ne si përfaqësues të qytetarëve në institucionin më të rëndësishëm lokal në kuvendin e komunës, kemi ngritur shqetësimet e tona, cila është arsyeja që kryetari i komunës projektin final të bulevardit po e mban të fshehur, pse mos të jetë ky projekt krenari për të gjithë qytetin e pse u për krejt Kosovën, me qenë se vlera e investimit është e lartë, edhe cila është arsyeja kryesore që projekti i publikuar në vitin 2024 është ndryshe prej projektit të vitit 2026, cila është arsyeja që projekti ka vlerën 18 milion euro, ndërsa në anën tjetër kontrata me operatorin ekonomik është 14 milion euro, dhe shqetësimi jonë i fundit është pse kanë filluar punimet pa posedim të lejes ndërtimore. Pra, çush ka mundësi me fillu një projekt me një vlerë kaq të madhe financiare pa leje të ndërtimit. Dhe gjitha këto përgjigje nuk i kemi marrë nga ekzekutivi, përkundrazi aty kanë shkaktuar panik, edhe në diskurs. A e keni adresuar ku duhet? Pyetjet, shqetësimet e juaja? Po, ne kemi prej diskutimeve publike, ne kam pasur edhe një debat me drejtorin e shërbimeve publike, ku i kam kërkuar që të publikohet leja e ndërtimit për bulevard. Ai fillimisht ka thonë që ekziston leja, pastaj ka deklaruar që nuk ekziston por janë në procedura, ndërsa mbrëm ka ndodhur diçka e cila ka qenë e papritur nga ana jonë. Drejtori i shërbimeve publike e ka publikuar lejen ndërtimore për ndërtesën e administratës, çka në fakt ka dashur me tregu edhe me vërtetu që në fakt nuk ka leje për bulevard, mirë po ekziston leja vetëm për ndërtesën e cila domethënë ka filluar. Shqetësimet e tona pra janë publike, sepse ne i përfaqësojmë interesin qytetar, po e riceki, pra po e ripotencoj që ne nuk jemi kundër zhvillimit të projektit, mirë po neve po na intereson cilat janë arsyet që këto po zhvillohen pa transparencë. Ne çka hamendson ju me qenë se nuk ka transparencë? Po askush nuk e ka pa projektin final. Askush nuk e di projektin. A dyshoni se nuk do të bëhet mirë apo dyshoni se mund keq përdoret më pastaj? Të gjithë qytetarët e Gjilanit e dinë, e kanë parasysh që një numër i madh i projekteve në Gjilan, unë muj edhe me i cek tash për cilat projekte bëhet fjalë, kryetari i komunës nuk po mund me i mbyll për shkak të planifikimit të gabuar. Ta marrim shembull, një prej projekteve që 3 vite ka që nuk po përmbyllet është rruga Hamdi Kurteshi. Në anën tjetër është palestra në Zhegër.
i kemi projektin e hyrje-daljeve të qytetit, e kemi mos përfundimin e rrugës së Kumanovës, e kemi mos fillimin e punimeve në rrugën e Prishtinës, e kemi mos fillimin e punimeve në qarkurin e re dhe në qarkurin e vjetër, e kemi mos vazhdimin e punimeve në sheshin e qytetit. Pra, është një numër i madh i projekteve infrastrukturore kapitale në Gjilan që nuk po përfundohen. Prandaj është me të drejtë shqetësimi jonë që një kryetar komune i cili për 5 vite nuk ka arrit me mbyll një projekt 1 milion euro, si do ta zbatoj një projekt 18 milion, edhe cila është arsyeja që gjithçka po shkon në mënyrë të msheft. Do shto të ty befasoj se mund të realizoj shpejt dhe mirë? Ju e tha që do të na befasoj, edhe të befasuar kanë qenë qytetarët e Gjilanit kur në vikend kanë po eskavator, bager, të punu në qendër qytetit, dhe më të shqetësuarit sigurisht janë ata biznesmen gjilanas, që i kanë bizneset kryesisht vogla në qendër të qytetit, e cilët e presin verën për me marrë bashkëdhëtar tonë, sepse jemi njëri prej qyteteve që kemi mas shumë të mërgat jashtë, cilët i japin gjallëri qytetit, edhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë edhe në aspektin financiar e ekonomik, e tash shqetësimi është çka do të ndodhë me punimet në qendër qytetit. Do të ishte mirë që kryetari i komunës t'i ftoj bizneset në qendër, t'i ftoj qytetarët, të bëjë dëgjime publike, ta publikojnë në mënyrë të detajuar zhvillimin e projektit, që ta marrin vesh jo vetëm qytetarët, por të gjithë ata që janë të interesuar ta dinë zhvillimin edhe epilogun përfundimtar të këtij projekti. A do të shkoni më tutje me kërkesat e juaja, me shqetësimet e juaja, pra duke adresuar te kryetari kështu, qoftë në komendin komunal apo në zyrat e tij? Subjekti politik i cili mas shumti ka kërku ligjshmërinë në Republikën e Kosovës, e udhëheq qytetin që 5 vite, e këtë standard që e kanë ngrit në këto kërkesa publike ndaj institucioneve, ndaj subjekteve politike që kanë udhëhequr në të kaluarën, duhet që tash t'i përmbahen. Pra, si ka mundësi që drejtori i inspeksionit paraqitet tek fillimi i punimeve të bulevardit, i publikon fotografit në rrjetet sociale, e në anën tjetër nuk i inspekton edhe nuk kërkon leje ndërtimore. E praktikisht dyshimet e tona janë se si ka me pas epilog apo përfundim ky projekt. E në anën tjetër do të prapë, thomeri përsërit, që secili investim kapital në Gjilan është i mirëseardhur. Në Gjilan udhëheq subjekti i njëjtë edhe në nivelin qendror edhe në nivelin lokal. E do të ishte mirë që kryetari i komunës ta shfrytëzonte këtë mundësi të mirë. E keni parë harën të paktën në kuptimin e asaj që më shumë investime, më shumë para të ardhur nga qeveria, sepse nga Asociacioni i Komunave të Kosovës në një farë janë ankuar se parat kanë shkuar vetëm te komunat që udhëheqin nga lëvizja vendosje. Janë faktet, në realitet ato që e tregojnë, që komuna e Gjilanit i ka pas të premtuara nga subjektin fjalë që udhëheq me Gjilanin, prej vitit 2021 përfundimin e 2 projekteve kapitale që janë me rëndësi shumë të madhe. Në ne është autostrada që e lidh jo vetëm Gjilanin në Moravën, po komplet pjesën e Kosovës lindore me kryeqytetin Prishtinën, edhe përfundimi i dytë është përfundimi i projektit të stadiumit qytetit. Na jemi qytet i sportit, e në fakt... Po që se në realizuar asnjëra, po thoni? As nuk është realizuar autostrada, as nuk është realizuar stadiumi, po njëkohësisht ne jemi qytet i sportit, e në anën tjetër nuk kemi të përfunduar asnjë projekt infrastrukturor në sport ose në kuadër të këtyre investimeve kapitale. Nuk e kemi stadiumin e qytetit, nuk e kemi të përfunduar palestrën Bashkim Selishta, nuk është përfundu palestra në Zhegër, dhe njëkohësisht nuk është përfundu fusha me bari sintetik në lagjen Arbëria, dhe njëkohësisht edhe stadiumi në fshatin Dobërçan, i kanë fillu punimet në fushatën e zgjedhjeve elektorale lokale vitin e kaluar, kurse punimet janë ndalë, ndërsa në zgjedhjet nacionale që përfunduan pak javë më parë, kemi pas një nënshkrim të një memorandum mirëkuptimi mes komunës dhe Ministrisë së Sportit, që nënkupton që edhe në këtë investim kapital nuk ka punime. Pra, kjo është gjendja reale në Gjilan, edhe normal ne si përfasues të qytetarëve në institucionin më të rëndësishëm legjislativ do të kërkojmë ligjshmëri në secilin projekt që zhvillohet në qytet, dhe njëkohësisht ashtu që e kemi votuar buxhetin e vitit 2026, ashtu që në Gjilan ka qenë miratuar buxheti i vitit 2022, 2023 dhe 2024, dhe njëkohësisht me disa vonesa edhe buxheti i vitit 2025, komuna e Gjilanit e ka një opozitë e cila ka qenë konstruktive, dhe kjo mund të dëshmohet në të gjitha aspektet, sepse në 3 të 4 të periudhës kohore ku ka qeverisë Albani Hyseni, buxheti i komunës Gjilanit ka qenë i miratuar. Kurse në anën tjetër, komuna e Gjilanit është njëra prej komunave e cila ka më së tepërmi suficit në Republikën e Kosovës. Pra, në njërin anë kryetari i komunës ankohet për buxhetin e vogël, kurse në anën tjetër suficiti apo mjetet të cilat i kanë met kryetarit të komunës të pashfryzuara janë miliona euro. Në përqindje është shumë e lartë? Rreth 4 milion euro janë suficit nga viti i kaluar.
suficit ka 2,2 milion edhe në vitin 2023, kështu që prej vitit 2023, 2024 dhe 2025 komuna e Gjilanit ka suficit, por kryetorit komunës i teprojnë mjetet financiare. Ndërkohë, zoti Morseli, ju e keni ngritur edhe një shqetësim para 3 dite. Keni thënë një skandal një madh, po do të ndodhë në Gjilan, por që më pastaj thatë se falë reagimit juaj u shpëtu. U shkodran, ditën e premte, nesër, është e planifikuar të zhvillohet seanca rregull të kuvendit në Gjilan. I kemi pikat e rendit ditës. Në fillim të javës, neve na ka ardhur një email zyrtare nga administrata e kuvendit, ku thuhet që e kemi një vendim që do të futet në rend ditën e premte, për dhënien e shfrytëzim të një prune në Gjilan, me një hapësirë të përgjithshme, me një sipërfaqe prej mbi 75 hektar tokë, një kompanie e cila është themelu vetëm 2 muaj më parë, dhe kjo ka qenë jo vetëm shkelje e procedurave ligjore, po ka qenë absolutisht e dyshemt se si ka mundësi që një pronë me një sipërfaqe kaq të madhe të jepet në shfrytëzim një kompanie e cila është hap vetëm 2 muaj më parë. Dhe pas publikimit të këtij skandali, të nesërmën, komuna e Gjilanit është tërheq, pra e kanë vërtetu që kjo procedurë nuk do të kaloj në kuvendin e komunës, mirë po nuk e kanë mohu që nuk kanë mi vazhdu procedurat në një aspekt tjetër ose në një mënyrë tjetër të dhënies në shfrytëzim të kësaj hapësire. Ne i falenderojmë edhe banorët e fshatit Nasol, banorët e Grykës së Karadokut, përfaqësuesit tonë politik të asaj zone dhe të gjithë këshilltarët komunal të Lidhjes Demokratike të Kosovës, mediat dhe të gjithë ata që na kanë ndihmuar që kjo çështje të bëhet publike dhe komuna të tërhiqet nga ky vendim. Jemi ka fundi, zoti Morseli. Lëvizja vendosje tashmë mburret se e ka si bastion themi kështu ana morave në veçanti komunën e Gjilanit. A ju është përblyer kjo qytetarëve me faktin se ky subjekt politik qeverisë për tash 6 vite edhe me komunën edhe me qeverinë? Komuna e Gjilanit ka qenë njëra nga komunat më të zhvilluara në Republikën e Kosovës, ka qenë njëra prej jo vetëm 7 qendrave më të zhvilluara, po në të gjitha aspektet kemi qenë mirë prej pas luftës deri në një periudhë caktuar me kohore. Mirë po tani, ose të paktën në 6 vitet e fundit, komuna e Gjilanit nuk e ka asnjë investim të rëndësishëm kapital. Edhe këtë e dinë të gjithë qytetarët pa dallim. Neve na mungojnë projektet infrastrukturore bazike. Tash është në këtë periudhë kohore, neve na mbetet që të jemi opozitë, konstruktive, të vazhdojmë ta mbrojmë interesin e përgjithshëm të qytetarëve të Gjilanit, dhe këtë situatë në mundësinë e parë që na vjen rasti ta ndryshojmë për të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për mundësinë. Do të flasim tani për krejt diçka tjetër. Kosova